Pas 4 muajsh në krye të kadastrës, Gent Deromema i ka lënë detyrën e kreut të kadastrës së Vlorës. Deromema i ka marrë vendim ta lërë pozicionin e drejtuesit të kadastrës së Vlorës pasi e drejtoi atë për 4 muaj. Ndërkohë është ende e paqartë se pse u mor ky vendim. Kujtojmë që janë 10 drejtues që kanë dhënë dorëheqjen edhe më herët nga kadastra e Vlorës. Dyshohet se kjo ka ndodhur për shkak të konflikteve dhe dosjeve problematike, por nuk dim nëse ky është rasti Deromemajt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.